që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim,
shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Vlen. Një zë që vjen nga çdo komunë, një zë që bashkon zemrë dhe mendje tona, një zë për zhvillim, për dinjitet, për ndryshim, një zë që vlen. Ne jemi zëri i bujkut, i familjeve që jetojnë nga djersa e tyre. Ne jemi zëri i punëtorit, i ekonomisë së drejtë dhe i mundësive të barabarta. Zëri im është për dijen dhe gjenerata që po vinë. Kur flasim së bashku, jemi një zë. Vlen është një zë i qytetarëve, i fshatit dhe i qytetit, i të rinjve dhe i të moshuarve. Një zë për ndryshim, një zë për të ardhmen. Voto numrin 7. Një zë. Ky është mëngjezi jonë, rruga jonë, ky është shahiri jonë. Me hallin, gëzimin e mundin tonë, me lavdin e krenarin për gjithmonë. Ky është shahiri, me punëtorin, zanatlin, mjekun, mësuesin e suksesin tonë. Me të moshuarit, nënat, bijat, rinin e gjithë misafirët tonë. Ky është shahiri jonë, shahiri në planin tonë. Çdo ditë që punon, kujdeset e mundson. Shahiri i shkupit tonë, e shkupi brenda shahirit tonë. Një zë për Xhairin. Voto numrin 7. Një zë e presim pa durim, një zë që me
A kemi ne nevojë sonte të ndryshojmë lokacion ose jo? Po, duhet e pak skenën më mbrapa ta që mëse s'pona zë. Të nderuar lider të Vlenit, ministra, zëvendës ministra, dhe ju funksionar e deputet, të nderuar kryetar komunash, bartës listash, drejtor, këshilltar e përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të nderuar shefa të shtabeve, forumi gruas, forumi rinor, të dashur shqiptar, zonja dhe zotërin. Sonte jemi këtu jo vetëm për të përmbyllur një fushat, por për të dëshmuar diçka më të madhe, se Çajiri flet me një zë. Një zë të qartë, të ndershëm dhe të bashkuar, që thot se vlen të besosh, të punosh dhe vlen të ndryshosh për të mirë. Ky stadium i mbushur plot është përgjigjja më e bukur që mund t'i jepet çdo dyshimi. Sot nuk kemi përpara një turm, por një familje të madhe, që beson në të njëjtin drejtim, në të njëjtin vizion. Dhe të dielën, kur fjala do të kalojë te qytetarët, një zë do të dëgjohet në gjithë Çajirin. Një zë për Izet Mexhitin. Në këtë moment, fjalën e merr njeriu që ka qëndruar pranë çdo ekipi dhe ka koordinuar çdo detaj të kësaj fushate. Shefi i shtabit komunal Besim Koka. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen. Mirëmbrëma Çajiri i Izet Mexhitit. Të nderuara motra dhe vëllezër, të nderuar bashkëmendimtar e simpatizant, të nderuar lider të Vlenit. I nderuar kryetar i arshëm i Çajirit, zotëri Izet Mexhiti. Sot në cilësinë e shefit shtabit të Çajirit edhe në cilësinë e shtabit nivel republikan, në emën të Adnan Azizit, përshëndetje dhe urime. Sot si shef i shtabit zgjedhor të Çajirit nuk kam shumë për të shtuar, sepse kjo pamje madhështore tregon se ky stadion plot me njerëz flet më shumë se çdo fjalë tjetër. Flet për besimin, për kushtimin dhe dëshirën e zjarrt për fitoren e radhës në Çajir. I nderuar kryetar Mexhiti, më lejoni në pika të shkurta të raportoj për punën e madhe që kemi bërë së bashku gjatë këtyre disa javëve të fushatës. Si asnjëherë më parë, me mobilizim të plot 14 këshilla vendor, forumi i gruas, forumi rinor dhe antarëve të shtabit komunal, po përmbyllim një fushat intenzive prej 85 ditëve. Gjatë këtyre 85 ditëve nuk kemi kursyer asgjë, kemi qenë në çdo lagje, në çdo rrugë, në çdo shtëpi të Çajirit. Kemi trokitur derë më derë, kemi hyrë në çdo shtëpi ku jemi pritur me kafe, muhabet, siç e kërkon tradita shqiptare, tradita e Çajirit ton mikpritse. Në çdo takim kemi përcjell vizionin ton për Çajirin e së ardhmes, një Çajir të zhvilluar, të fuqishëm, të faktorizuar, një Çajir që zë vendin që e meriton në ballë të proceseve shtetërore. I nderuar kryetar, gjatë kësaj fushate kemi organizuar mbi 100 konache ku kemi shpjeguar qytetarëve projektet realizuara, ato që kemi nisur dhe ato që po zhvillohen. Ne si shtab nuk kemi thënë takohemi në stadion për të mbushur rrugët me njerëz tanë, por stadiumi u mbush vetë me zemra dhe besimin e qytetarëve të Çajirit. Kjo prezencë impozante është dëshmia më e qartë se Izet Mexhiti tashmë është kryetari i Çajirit. E të dielën mbetet vetëm të vërtetojmë zyrtarisht kjo mbështetje e madhe popullore. Në fund, dua falenderoj çdo aktivist, çdo antar, çdo grua dhe të ri për çdo kontribut.
të vogël apo të madh, sepse çdo hap i juaj ka qenë një hap drejt fitores sonë. Ne kemi një qëllim të përbashkët. Fitoria plebiscitare në Çajir dhe Izet Megjiti në krye të komunës së Çajirit. Faleminderit shumë, nga prifte mara. Faleminderit Besim për punën e palodhshme që bën çdo ditë. Një vlerë e shtuar për Çajirin, njeri i matur, profesionist dhe me peshë të veçantë. Ftoj në skenë bartësin e listës për Këshillin Komunal të Çajirit, zotri Muhamet Murtezi. I nderuari kryetar i ardhshëm i Çajirit, miku im Izet, të nderuar lider të Vlenit, zyrtare funksionar në nivel qendror e lokal, musafir që na keni nderuar prej komunave dhe qyteteve tjera, qytetar të rëndomt dhe kandidat për kryetar komunash, kandidat për Këshillin e Çajirit, forumi gruas, forumi rinor, të gjithë ju aktivist të dashur, përmenda shumë kategori, por mos me harru dikend, po them, motra dhe vlezër, përshëndetje për të gjithë ju dhe mirë se keni ardhur në këtë tubim madhështor. Ja kam premtu mbram Besimit vetëm 3 minuta për hir të kohës, ndërsa mbram Besimi në tubimin mbledhjen e fundit që e patëm me aktivistët në organizim të këtij tubimi, ju tha aktivistëve, nesër është dita juaj, jo i Zetit dhe Muhamedit. Mobilizohuni që të kemi një manifestim shembullor dhe Besim, unë këtu sot po dëshmoj, aktivistët e Vlenit e kanë dhënë provimin sot me notën maksimale 10. Kjo pamje madhështore, ky numër impozant është fillimisht rezultati përkushtimit dhe punës tuaj të palodhshme. Andaj në emrin tim dhe gjithë këtu të pranishëm ju them nga zemra faleminderit. Megjithatë, aktivistët e Vlenit nuk janë meritor vetëm për sot, por janë për ato më shumë se 80 ditë, kur unë dhe kryetari Izeti bashkë me ta kemi lëviz në secilin mahall të Çajirit, kemi promovu punë dhe projekte në çdo lagje, kemi trokit në secilën nder dhe kemi kërkuar secilën votë. E vërteta, kemi ecë shumë dhe jemi lodh pak, por besoj se ja ka vlejt, ndërsa dëshmia më e mirë këtë jetë dita e diel dhe mbrëmja asaj dite kur ne do të dëshmojmë fitoren e thellë të Vlenit dhe zgjedhjen e Izet Megjitit si kryetar të Çajirit. Megjithatë, ne nuk jemi në fund. I kemi edhe 3 ditë para nesh. Jemi në minutat shtesë. Ju ftoj për energji më të madhe. Ju ftoj edhe për një mobilizim. Ta japim goditjen e fundit në mënyrë që fitoria jonë të jetë spektakolare dhe të mblidhemi kështu bashk në mbrëmjen e së dielës për ta festuar fitoren tonë të madhe. Shumë faleminderit. Faleminderit zotri Muhamet për përkrahjen e vazhdueshme që na jepni. Në këtë garë, për qytetin e Shkupit, bartës i listës zotri Zekiria Berisha përfaqëson përvojën, maturin dhe besueshmërinë që kërkon shërbimi publik. Ai është zëri i qetë, por i sigurt i vizionit për një Shkup më të drejtë dhe më funksional. Ndërsa tani, ftoj në skenë kandidatin për qytetin e Shkupit, njeriun e përkushtuar të besueshëm dhe me përvojë, zotri Bashkim Bakiu. Që kërkon bashkim, një zë e presim pagurin. Të dashur shkupian, para disa ditëve Aki organizoi një tubim në Saraj, maltretoi nxënësit të shkollave të mesme për ta mbushur sallën. Mbrëm, Aki kishte tubim, por karikët ishin të zbrazura.
Populli e ka kuptuar se ata nuk e kanë hallin e qytetarit, por e kanë hallin e funksionarëve të tyre. Të dashur shkupian, fiks me 16 tetor, në vitin 2021, bujari pa deklaruar, e ka promovuar agendën e Gjelbert, duke konsideruar dhe publikuar se kanë rumbullaksuar çështjen shqiptare. 3 vite më vonë vjet në zgjedhjet parlamentare për t'ju vardisur faktorit ndërkombëtar promovuan frontin evropian. Më njerë pas zgjedhjeve u futën në listat e zeza dhe thanë është përkeqësuar jeta e shqiptarëve. Jo, është përkeqësuar jeta e ish funksionarëve të BDI-s, jo e shqiptarëve. Të dashur shkupian, e në veçanti ju banor të komunës së Saraj, që na përcjellni nëpërmjet mediave dhe që jeni prezent këtu, e sidomos ju banor të Çajirit. Ju keni 2 opsione, 2 oferta në 2 komuna. I keni 2 kandidat që nuk janë në këmbë në tokë, që konsiderojnë se qytetarët duhet t'ja japin votën. Por i keni edhe 2 kandidat, Muhamet Elmazin dhe Izet Megjitin, të cilët janë të thjesht, modest, shërbetor për qytetarët dhe do t'jenë krijetar komune që do t'jenë 24 orë në shërbim të qytetarëve. Me lejoni që në fund ta përcjelli edhe një mesazh tek të punësuarit në ndërmarrjet publike në qytetin e Shkupit dhe tek banorët e Çajirit. Duroni deri në ora 7 ditën e diell. Nuk do të keni më kërcime, sepse ju jeni zemra e punës në qytetin e Shkupit që mbani këto ndërmarrje. Kurse ju çajirçanas, të cilëve në 6 muajt e fundit ju ka uzurpuar, ju ka sulmuar Danela, Levica dhe Bedia, duroni deri në ditën e diell, deri në orën 7, edhe në qytetin e Shkupit do ta bëjmë ndryshimin. Ju falenderit dhe kërkojmë përkraje më 19 shator, numri 7, për qytetin e Shkupit, për Çajirin. Falenderit. Faleminderit zotri Bakiu. Muhamet, do mund të organizohemi të hipim tani në skenë këshilltarët, kandidatët për këshilltar? Ju lutem. Po, kaloni. Ju lutem këshilltarët për komunën e Çajirit të ngjiten në skenë. Veç ju lutem pak më shpejt për shkak të kohës. Të nderuar të pranishëm. Ai është njeriu që e njeh këtë vend në pëllëmb të dorës, që është pranë qytetarëve në çdo kohë, me punë, përkushtim dhe me vizion të qartë për të ardhmen. Zëri i fitores për Çajirin, zotri Izet Megjiti. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen. Faleminderit. 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 Ky shi është për bereqet. Të nderuar Çajiras, shumë të dashura nëna, baballall, vëllezër e motra. Sonte jam para jush, jo për të mbajtur një fjalim politik, as për të bërë oponencë se sulme ndaj kundërshtarëve tonë. Madje, sonte nuk jam këtu as për të folur për projektet tona në Çajir, sepse në cilin do skaj të Çajirit që të esni flet puna jonë, flasin makineri që punojnë në Çajirin tonë. Prandaj, gjithçka që mund të them unë se çfarë jemi duke bërë për Çajirin tonë, do t'jenë sigurisht më pak në krahasim me atë çfarë po ndodh si ndryshim real në Çajir. Nuk do të flas as për 10 miliona euro investimet që kemi sjellë në Çajir, as për shkollat e çerdhet e reja, as për sheshin e ri në Çarshi, as për kampusin universitar. Unë jam sonte këtu para jush që vetëm t'ju them
Faleminderit. Ju faleminderit. Ju faleminderit nga zemra për gjithë dashurinë që më keni dhënë në këtë fushat. Ju faleminderit nga zemra për gjithë besimin që më keni falë në këtë fushat. Ju faleminderit nga zemra për buzëqeshjen që e keni shprehur në këtë fushat. Më shumë se fitoria që po vjen, më mjafton dashuria juaj, besimi juaj dhe buzëqeshja juaj. Të dashur qytetar të Çajirit, sonte në përmbyllje të kësaj fushate në Çajir, jam këtu që t'ju them se kjo betejë ka kaluar dimensionet e një gare të rëndon për një komunë të Shkupit, siç është Çajiri ynë. Kundërshtarët tanë politik deshtën të na sfidojnë në Çajir, të na mundin në Çajir dhe kërkuan mejdan politik në Çajir, duke menduar se do të ikim. Ndonë se kishim plot djemë me vajza që do të bënin këtë betejë me sukses. Ashtu si gjithmonë, e pranova këtë sfidë dhe kërkova nga shokët e Vlenit mirë kuptim që unë të garoj vetë. Desha që nderin e Çajirit ton ta marrë përsipër vetë dhe t'u japim leksion të gjithve, se Çajiri nuk është trampolin për të shpëtuar karrierat politike të politikanëve të konsumuar të Zajazit. Çajiri nuk është trampolin as për të kthyer në pushtet ata që sot vajtojnë në opozit dhe që mendonin se duke fituar në Çajir do të kthehen në qeveri. Më 19 tetor, disa nga ata do t'i dërgojmë në pension politik, ndërsa disa në histori. Prandaj, shumë të dashur Çajiras të mi, fitoria jonë në Çajir ka të bëjë me nderin e Çajirit, sepse unë nuk jam në garë me bujarin, por me Ali Ahmetin e Zajazit. Gjëja e ditë që dua të them, është se u ktheva të garoj në Çajir, që ëndrën e atyre që deshen ta bëjnë Çajirin geto të pazhvilluar, ta kthejnë në një Çajir të ndëruar nga gjithë ne. Gjatë këtyre 15 muajve qeverisje qendrore, qeveria Vlen ka orientuar në Çajir 10 projekte dhe rreth 100 milion euro investime që kështu Çajirin nga periferitë të qytetit ta kthejmë në epicentër të tij. E kur jam këtu, do të më lejoni t'ju them se ndonë se une i prik kësaj gare. Kjo fitore më së paku më përket mua. Prandaj, unë dua t'i falenderoj të gjithë ata që me punën e tyre, në këtë 3 javë fushat e në këtë 3 muaj angazhim të vazhdueshëm kanë dhënë aq shumë nga vetja e tyre për këtë fitore. Janë këtu shefat e shtabeve lokal, të prirë nga shefi i shtabit komunal të Vlenit Çajir, që janë fitimtarët e vërtet të kësaj gare elektorale. Ju faleminderit gjithëve nga zemra. Është këtu, po ashtu forumi i grave, i udhëheqën nga shefja dhe kryetarët e forumeve të gruas Vlen Çajir, të cilët kanë bërë një fushat të mrekullueshme për ta promovuar punën tonë. Shumë prej tyre i kanë lënë keq familjet e tyre për këtë kauz. Andaj, ju falenderoj nga zemra dhe ju përkulem deri në tokë. Këtu është edhe forumi rinor i Vlenit, që ishin frymëzuesit e zellin për punën në Çajir. Ata janë djemë dhe vajzat më të mira që i ka Çajiri, për të cilët ja vlente të bëjë kjo betejë dhe cilët premtojnë shumë për të ardhmen tonë në këtë pjesë të qytetit. Në frymë të falenderimeve, në mënyrë të veçantë, dua të shpreh mirënjohje për bartësit e listave të këshilltarëve për Çajir dhe qytetin e Shkupit. Aq më shumë të dyja nga Çajiri. Ju falenderoj shumë për angazhimin bashkë me gjithë këshilltarët tjerë, suksese edhe juve ditën e diel. Mirënjohje dinjitoze meriton edhe kandidati për kryetar të qytetit të Shkupit, që ka qenë pjesë e kësaj fushate dhe i cili na ka bërë të mburemi që kemi qenë bashkë. Faleminderit. Falënderime po ashtu edhe për deputetin Bekim Sali, i cili ka qenë gjithmonë në krahun tim të gjatë në këtë fushat. Të faleminderit Beko. Shumë të dashur banor të Çajirit dhe ju misafir. Gjatë gjithë kësaj fushate kam ndjerë si asnjëherë më parë emocionin e mbështetjes dhe dashurisë. Nuk do të harroj kur emocionin e përlotur të një plaku në Saat Kull, i cili duke më shtrënguar dorën më tha, fal teje kam shpëtuar familjen duke më dhënë leje për shtëpinë. Natyrisht, se cili në këto raste do të djehej mirë dhe unë nuk mund ta mohoj këtë. Por më shumë se kaq, përgjigja ime ishte se
Ne kemi vetëm Ne kemi bërë vetëm ata që kemi detyrim ndaj qytetarëve, asgjë më shumë. Prandaj nuk ka nevojë as për falënderim, sepse besimi juaj është amanet për ne. Shembuj të këtill të mirënjohje kam gjetur gjithkund në çajirin ton. Në përmendësi për të përmendur të gjitha konaqet, por duke qenë pafundësisht falënderues, ky i hapët zemrat dhe dyert e shtëpive për ne. Që ngjohet. Falemdere. Në pamundësi për të përmendur të gjitha konaqet, për duke qenë pafundësisht falemderues që ju hapët zemra dhe dyert e shtëpive për ne, që na mbushi jo vetëm me emocion e frymëzim, por edhe me besim se vërtet ja vlen të bëjmë këtë betejë. E kam patjetër të theksoj se jam ndjer fort mirë dhe në mesin arsimtarëve, sportistëve, në mesin artistëve, tregtarëve të bitpazarit, esnafit të Sharqisë, por edhe në mesin e pensionistëve tanë të dashur e personave shumë të dashur me nevoja të veçanta. Faleminderit dhe mirënjohje pafund për gjithë, shumë të dashur të pranishëm. Para se të përfundojmë, më duhet ju them edhe një gjë. Beteja në Çajir nuk është vetëm betejë për atë se kush do të menaxhojë me komunë në 4 vitet e ardhshme. Kjo betejë do ta përcaktojë edhe të ardhmen politike të shqiptarëve. A do të kthehen ata që qeverisnin me arrogancë dhe përfunduan në listat e zeza, apo do të vazhdojnë të qeverisin ne me elegancë dhe të jemi në faqet e ndritura të historisë sonë. Prandaj, duhet ta kuptojmë se në Çajir bëhet betejë për gjitha vendbanimet tona që nga Likova deri në Stru. Kjo është arsyeja që unë isha shumë i kujdesshëm në këtë fushat dhe për këtë arsye jam përpjekur që kjo betejë të jetë garë me ide e programe dhe jo një garë me ofendime e denigrime. Qytetarë të dashur të Çajirit, neve dhe fitoren në ndajnë vetëm edhe 2 ditë. Dhe këto 2 ditë mjaftojnë që ju të gjithë, familjet tuaja dhe gjithë shoqëria juaj të bisedoni me secilin që e keni të afërt dhe t'ia kujtoni këto mesazhe, se kjo betejë është për të ardhmen e fëmijëve tanë, të rive tanë, të prindërve tanë e pleqve tanë. Unë e kam pranuar rolin e shërbyesit të popullit dhe jam i gatshëm që deri në fund të punojmë dhe të sakrifikojmë që ëndrën atyre që na e projektuan si geto, ta kthejmë në Çajir të ëndrave tona, në një zonë urbane dhe zhvilluar qytetit ton, duke ju falënderuar nga zemra të gjithëve, një nga një e veç, duke ju shtrënguar duart secilit nga ju. Ju ftoj me 19 tetor, të gjithë një zë të votojmë numri 7. Ky numër dhe kjo ofertë nuk ka alternativë tjetër pos fitores. Po e mbyll fjalën time duke ju ftuar që ditë të dielën në mbrëmje të takohemi të gjithë së bashku në sheshin Skënderbeu për të festuar kapitullin e ri për Çajirin dhe historinë e re politike për shqiptarët në vendin ton. Ju faleminderit, miru pafshim. E presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Derisa këshilltarët zbresin prej skenës, ju lutem t'i fikim dritat e stadionit dhe t'i dhezim dritat e telefonave, ta bëjmë një fotografi të bukur. Fotografët le të ngjiten në skemë. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që Tani mund të vazhdojmë. Faleminderit edhe fotografëve. dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që
Në vijim, fjallën e merë një nga liderët e Vlenit, personalitet i qetë dhe me vizion të qartë për zhvillimin e vendit. Zotri Zeqiria Ibrahimi. Një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. është një ftesë që na jep. S'po di çka do të flas pas i Zetit, por tash rendin e pas kam bërë që me fol unë të falenderit shumë. Dhe ja sonte po takohemi përsëri në Çajir, jo për të thënë lam të mirë, por për të sjellë lajmin e mirë. Rrini të qetë, tjeni të sigurt, Çajiri po mbetet në duar të sigurta. Izet Mexhiti nga hëna është të kryetari i arshëm i komunës së Çajirit. Shumë të dashur drejtues të Vlenit, shumë të nderuar miq, aktivist, ju kandidat për kryetar komunave, për këshilltar komunal, e ju të tjerët që s'keni sabër e po shkoni, faleminderit gjithëve. Të nderuar të pranishëm, sonte për mbyllje të kësaj fushate në Çajir, po ju të drejtohem jo vetëm si njëri nga drejtuesit e Vlenit, por edhe si një banor i Çajirit, si një mik i juaj i cili edhe në të kaluarën është angazhuar dhe është kujdesur për Çajirin ton. E dim të gjithë se Çajiri ishte projektuar si një zorë qore e qytetit. Dhe gjithnjë ka qenë sfide jona, a mundemi që këtë komunë me këto kufije, me këto kushte, ta kthejmë prej kësaj fatkeqësie në një fatbardhësi, në një Çajir si që ka qenë dikur. Dhe për shumë vite kam menduar se kjo është e pamundur, por ja që vjen një kohë e ne besojmë se edhe e pamundura mund të bëhet e mundur. Sot, se cili që udhton në për rrugët e Çajirit, e kupton shumë lehtë se Çajiri po ndryshon. Në Çajir po asfaltohen rrugët, po ndërtohen shkolla e qerë dhe të reja, u ndërruan emrat e rrugëve, po ndryshon infrastruktura e përgjithshme. Në Çajir po hapen bulevardet e reja, po bëhet sheshi Skënderbeu. Në Çajir e rreth Çajirit frekuentojnë 10 mijëra student të 4 universiteteve të vendit tonë. E rrim shtrembër, po folim drejt. Gjithë kjo nuk ishte mundur pa qeverisjen Vlen dhe pa zëvendës kryeministrin e parë Izet Mexhitin. Andaj, shumë të dashur të pranishëm, ne sonte këtu nuk kemi vetëm për të folur, por edhe për të vullosur këtë ndryshim të madh. Ashtu siç e dini, sa herë që ne folëm për përfaqësimin e drejtë e adekuat, ata qeshnin me ne. Por 2300 vende pune, 700 avancime dhe ligji për përfaqësim të drejtë e adekuat u bënë realitet. Ne folëm për mbylljet kazinove dhe ata qeshnin, por ligji që së shpejti do të miratohet, do të athartoj shumë shpejt edhe atë buzëqeshje. Ne folëm për zyrtarizimin e medresejs dhe ata qeshën, por ne nuk u tallëm as me fejnë, as me hoxhallarët, por e bëm ligjin për zyrtarizimin e medresejs. Andaj, sa herë që ne flasim, ata shajnë. Sa herë që ne flasim për përfaqësimin e drejtë, ata shpifin. Sa herë që ne flasim për medresejn, ata ofendojnë. Sa herë që ne flasim për investimet milionave në komuna, ata e humbin kontrolin. Andaj del pastaj Gjyshi Ali dhe shpërthen, shpif, shan e ofendon për shkak se e ka humb kontrolin. Ai nuk mund t'i duroj rezultatet që i ka Vleni. Ata nuk janë të zemruar me fjalët tona, por janë të tërbuar me rezultatet
tona. Të nderuar të pranishëm, në këto zgjedhje ne kemi edhe një test tjetër, testin e pjekurisë politike e qytetare. A do votojmë për Izetin e punëve apo për Aliun e sharjeve? A do votojmë për Izet Mexhitin e projekteve apo për Ali Ahmetin të muhabeteve? A do të votojmë për Izet Mexhitin e sukseseve të bardha apo për Ali Ahmetin e listave të zeza? Andaj, sonte po ju ftoj gjithve që të dielën ta shndrojmë në një fest të demokracisë e me një shtatshë të bukur t'ja japim një goditje AKI-s e BDI-s. E si ishte ajo e të Fanolit, këndej sa bukur, andej sa zi, o Ali. Falenderit shumë e miru pafshim fitore. Të dashur qytetarë të Çajirit, ju falemderit për këtë atmosferë të jashtëzakonshme dhe që çdo hap keni qenë bashkë për ndryshimin. Të dielën, me 19 tetor, Çajiri flet me votë dhe vulos përfundimisht fitoren e Izet Mexhitit. Natën e mirë. Na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Një zë që kërkon bashkim. Dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlësh për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej, një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë, ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë
gjë ka me ndryshu, I ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Vlen. Një zë që vjen nga çdo komunë, një zë që bashkon zemra dhe mendjet tona, një zë për zhvillim, për dinjitet, për ndryshim, një zë që vlen. Ne jemi zëri I bujkut, I familjeve që jetojnë nga djersa e tyre. Ne jemi zëri I punëtorit, I ekonomisë së drejtë dhe I mundësive të barabarta. Zëri im është për dijen dhe gjenerata që po vinë. Kur flasim së bashku, jemi një zë. Vlen është një zë I qytetarëve, I fshatit dhe I qytetit, I të rinjve dhe I të moshuarve. Një zë për ndryshim, një zë për të ardhmen. Voto numrin 7. Një zë. Ky është mëngjezi jon, rruga jon, ky është shairi jon. Me hallin, gëzimin e mundin ton, me lavdin e krenarin përgjithmonë. Ky është shairi, me punëtorin, zanatlin, mjekun, mësuesin e suksesin ton. Me të moshuarit, nënat, bijat, rinin e gjithë mysafirët ton. Ky është shairi jon, shairi në planin ton. Çdo ditë që punon, kujdeset e mundson. Shairi I shkupit ton, e shkupi brenda shairit ton. Një zë për shairin. Voto numrin 7.